nëse ka mundësi edhe me makrut të shmitar polici që kur kanë kalu ata që ka marrë, që i ka pa pasaportat edhe kur kanë kalu ata policin e dogonës Shqipërisë, me masjetë se dëshmitar nëse ka mundësi. Edhe aty ngritet dilema o këtë masjitë një, kur ta ka përgju neve, me çfarë drejtë na kanë përgju, edhe bëjmë një pasë përgjim. Sepse sa e dini ju, ose që edhe dini gjithë këtu, avokatët kur takuan me palin, në qendrën e parapagimit, e kanë nuk shkojnë kur shkojnë vizitorë, gjithë për kanë zakonisht dozyre të tjera në shumicën e na. Edhe nëse dikush na ka përgju neve, çka kemi bërë me palët tona, edhe se ka shtia të të, ajo është shkele jo vetëm esenciale, po shkele dhe drejtave të mirë, edhe privatësisë së avokatit me palën e tij. Përshëndetje për gjithë, po hapim seancën e kolegjit në gjykatën e apelit në çështjen penale ndaj të pandeurit Dybran Hoxha për shkak të kryerjes së veprës penale vrasje e rënë nga neni 173, paragraf 1 në paragraf 1.5 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprës penale mbajtja në punësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 389 paragrafi 1 Kodit Penal të Republikës së Kosovës, veprës penale pjesëmarrja në i pandehuri Roland Susuri për shkak të veprës penale manipulimi me prova nga neni 389, si dhe veprës penale pjesëmarrja në rrahje në bashkëkryer nga neni 187 dhe veprës penale mbajtja në punësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366. I pandehuri Jesmer Badallaj për shkak të veprës penale pjesëmarrja në rrahje në bashkëkryer nga neni 187 paragrafi 2 dhe veprës penale mbajtja në punësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1. I pandehuri Arben Vezaj për shkak të veprës penale pjesëmarrja në rrahje në bashkëkryer nga neni 187 paragrafi 2 dhe i pandehuri Burim Mazreku për shkak të veprës penale manipulim me prova nga neni 389. Të gjithë të gjykuar dhe të dënuar nga gjykata themelore e Prishtinë, departamenti special, dhe të cilët kanë shfrytzuar të drejtën e ankesës kundër këtij aktgjykimi në gjykatën e apelit. Andaj me këtë çështje, me qenë se janë parashtruar ankesat, hapim seancën e kolegjit. Unë shkurtimisht i paraqes kush ka prezantuar ankesë për m'ia kalu fjalën gjyqtarit raportues. Për këtë seancë sotme, për me vendos lidhur me ankesat, ankesë ka parashtruar përfaqësues e autorizuar të palës së dëmtuar Behar Cungu, avokati Emrush Kastrati, si dhe mbrojtës të akuzuar Dybran Hoxha, avokati Florenta Tifaj dhe avokati Musa Kongjeli. Për të pandeurin Roland Susuri, avokati Rohan Salihu, për të pandeurin Jesmir Badallaj, avokati Jeton Rekathati, për të pandeurin Arben Vezaj, avokati Lem Gjini, dhe për të pandeurin Burim Mazreku, avokati Gengjini. Të gjithë kanë parashtruar ankesë kundër aktgjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë, departamentit special, si dhe ankesën e përfaqësuesit të autorizuar të palës së dëmtuar Rutgen Svatkov, avokatit Fitim Malokaj, të paraqitur kundër aktvendimit të gjykatës themelore në Prishtinë, departamenti special, të datës 23 parit 2026. Besoj që gjitha në tërësi do t'i sqaroj matutje gjyqtari raportues, i cili është edhe i ngarkuar me këtë çështje dhe na përbëj një përmbledhje të pretendimeve ankimore. Fjalën do ta kaloj ky gjyqtari prezantor. Faleminderit kryetare. Përshëndetje të gjithë. Po vazhdojmë. Me aktgjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, departamenti special në numër 23/24 të datës 9/2025 të akuzuarit Dybran Hoxha, Burim Mazreku, Roland Susuri, Jesmir Badallaj dhe Arben Vezaj janë shpallur fajtur, ashtu që i akuzuarit Dybran Hoxha shpallur fajtur për veprën penale të vrasjes së rënë nga neni 173, paragrafi 1 në paragrafi 3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe për veprën penale mbajtja në punësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve nga neni 366, paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Burim Mazreku është shpallur fajtor për veprën penale manipulim me prova nga neni 389 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës,
I akuzuar rëndë censurje shkolla fajtor për vepra penale, manipulim me prova, ganimi 389, paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës Kosovës, pjesëmarrje në rrahje në bashkyrje nga 137 paragrafi 2 lidhur me 31 të Kodit Penal, si dhe mbajtjen në plotësi kontrollit së pozitiv të patur zyrtarëve nga 366 paragrafi 1 të Kodit Penal. Dërsa i akuzuari Jesmir Badalla, shkolla fajtor për vepra penale, pjesëmarrje në rrahje në bashkyrje nga 137 paragrafi 2 lidhur me 131 dhe vepra penale mbajtja në plotësi kontroll ose posedim të patur zyrtarëve nga 366 paragrafi 1 të Kodit Penal. Po ashtu, i akuzuari Arven Vezaj është shkolla fajtor për vepra penale, pjesëmarrje në rrahje në bashkyrje nga 187 paragrafi 2 lidhur me 131 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Gjykata e shkollës së parë në gjykimin, duke u bazuar në dispozitat të referuar në gjykim të Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe dispozitat e Kodit Procedurës Penale, të njëjtit i ka gjykuar me dënimet që ne vinin. Të akuzuarin Divran Hoxha për vepra penale të vrasjes së rëndë i ka përcaktuar dënimin me burgim në kozgjatë për 23 viteve, ndërsa për vepra penale mbajtja në plotësi e kontrollit së pozitiv të patur zyrtarëve dënimin me burgim në kozgjatë për 2 viteve, ashtu që në pajtim me nenin 76 të Kodit Penal të Republikës Kosovës, të akuzuarit i ka shqiptuar dënim me burgim unik në kozgjatë për 24 viteve, në cilën dënim është llogaritur edhe koha e kaluar për burgim prej datës 3 pari 2023 deri me datën deri në plotësimin të këtij gjykimi. Të akuzuarin Roland Susuri, po ashtu ka gjykuar për vepra penale manipulim me prova, duke përcaktuar dënim me burgim në kozgjatë për 4 vite e 6 muaj, ndërsa për vepra penale pjesëmarrje në rrahje me dënim me burgim në kozgjatë për 1 vit e 6 muaj, si dhe për vepra penale mbajtja në plotësi kontrollit së pozitiv të patur zyrtarëve me dënim me burgim në kozgjatë për 1 vit e 6 muaj, ashtu që në pajtim me nenin 76 të akuzuarit Roland Susuri ka shqiptuar dënim me burgim unik në kozgjatë për 7 viteve, në cilën dënim është llogaritur dhe koha e kaluar në paraburgim nga data 6 pari 2023 deri në datën 16 teti 2023. Po ashtu, të akuzuarin Jesmir Badallaj për vepra penale pjesëmarrje në rrahje i ka përcaktuar dënim me burgim në kozgjatë për 1 vit e 6 muaj, ndërsa për vepra penale mbajtja në plotësi kontrollit ose posedim të patur zyrtarëve dënimi me burgim në kozgjatë për 10 muajve, ashtu që në kuptim të nenin 76, po ashtu të akuzuarit i ka shqiptuar dënim unik me burgim në kozgjatë për 2 viteve, të cilën dënim është llogaritur dhe koha e kaluar për burgim prej datës 6 pari 2023 deri në datën 16 teti 2023. Ndërsa të akuzuarin Arben Vezaj ka shqiptuar dënim me burgim në kozgjatë për 1 vit për vepra penale pjesëmarrje në rrahje, cilën dënim është llogaritur dhe koha e kaluar për burgim prej datës 6 pari 2023 deri në datën 16 teti 2023. Po ashtu të akuzuarin Borim Mazriku ka shqiptuar dënim me burgim në kozgjatë për 1 vit për vepra penale manipulim me prova dhe në cilën dënim është llogaritur po ashtu koha e kaluar në paraburgim prej datës 3 parit 2023 deri në datën 29/5/2023. Po ashtu gjykata ka konfiskuar edhe armët, të cilat janë specifikuar në gjykimin ankimor si mjete të përdorura dhe mjete që ka mundsuar kryerjen e veprave penale, ndërsa ka urdhëruar shkarkimin e tyre pas plotësimit të këtij gjykimi. Gjithashtu, të akuzuarit janë obliguar që në emër të shpenzimet procedurës penale të paguajnë shpenzimet sipas tarifave të gjykatës, ndërsa në emër të paguajnë gjyqësor, secili veç është obliguar të paguajë shumën prej 300 euro, si edhe për kompenzimin e viktimave të krimit, shumën prej 100 euro të gjitha këto në afat për 15 ditë pas plotësimit të këtij gjykimi. Po ashtu, të dëmtuarit të Rutgen Ciakova dhe Shehu dhe Arben Basha dhe Behar Çongu për realizimin e kërkesës pasuri juridike janë uzuar në kontest të rregullit juridike civil. Gjithashtu, me vendim të veçantë ndaj të akuzuarit Divran Hoxhaj është vazhduar paraburgimi deri në plotësimin e këtij gjykimi, por jo më shumë dënim se dënimi i shqiptuar, ndërsa vlen të tekstuohet se gjykata e shkollës së parë ndaj të akuzuarit Roland Susuri ka caktuar paraburgimin në datën e shpalljes së këtij gjykimi me 9 deri 2025, e cila do të llogaritet në momentin e ndalimit deri në arrestimin në qendrën e paraburgimit dhe deri në plotësimin e këtij gjykimi, por jo më shumë se dënimi i shqiptuar. Mirë po, nga konfirmimet që kemi marrë prej qendrave të paraburgimit, ineti nuk gjendet në qendrën e paraburgimit dhe po ashtu nga policia është konstatuar se ineti nuk gjendet në Kosovë dhe ndaj inetit është çuar për arrest dhe po ashtu është njoftuar për kërcënës në adresën që e kalon në shtëpinë e tij.
Kundër këtij aktgjykimi, ankesë kanë parashtruar përfaqësuesi i palës së dëmtuar, Behar Zongu, avokati Nushka Strati, për shkak të vendimit për dënimin, ka propozuar gjykatës apelit që ta ndryshojë vendimin në pjesën që ka të bëjë me dënimin, ashtu që të akuzuar Dibran Hoxhaj, Roland Susuri, Jesmir Badallaj, Arben Vezaj dhe Burim Mazriku ka propozuar që të shqiptohet një dënim më i lartë në burgim. Po ashtu, ankesë ka parashtruar dhe mbrosit e të akuzuarve, mbrosit e akuzuarit Dibran Hoxhaj, avokati Rënët Latifaj dhe Musa Kongjeli, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, shkeljeve të ligjit penal, vërtetimit të gabuarit të plotësisë administrative, si dhe për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal në lartësinë e dënimit, kanë propozuar që gjykatës apelit që ta aprovojnë ankesën e mbrojtësisë, si të bazuar dhe aktgjykimin ankesëmuar ta ndryshojë, ashtu që të akuzuarin ta lirojnë nga akuza, ose aktgjykimi i shkallës së parë ta anulohet dhe çështja t'i kthehet gjykatës shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. Po ashtu, ankesë ka parashtruar dhe mbrojtësi të akuzuar Roland Susuri, avokati Rohan Saliu, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitivave të procedurës penale, shkeljeve të ligjit penal, vërtetimit të gabuarit të plotësisë faktike, si dhe për shkak të vendimit lidhur me sanksionin penal, ka propozuar që gjykata e apelit ta aprovojë ankesën si të bazuar dhe aktgjykimi i ankimuar të anulohet, ashtu që i akuzuar Roland Susuri të lirohet nga akuza për vepra penale, manipulim me prova dhe mbajtja në plotësi kontrollës së posedimit të patur zyrtarëve, ndërsa të shpallë fajtor vetëm për vepra penale, pjesëmarrje në ndraje ose çështja të kthehet në gjykatën e shkallës së parë në rigjykim dhe vendosje. Po ashtu, ankesë ka parashtruar vendosje të akuzuarit Jesmir Badallaj, avokati Rohan jeton Rekafati, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuarit të plotësisë faktike, si edhe për shkak të shkeljes së ligjit penal, ka propozuar gjykatës apelit që të ndryshojë aktgjykimin ankimuar, ashtu që të nxjerrë aktgjykim lirues ndaj të akuzuarve dhe çështja të kthehet gjykatës shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje. Po ashtu, ankesë ka parashtruar dhe mbrojtësi të akuzuarit Arben Vezaj, avokati Blen Gjini, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitivave të procedurës penale, vërtetimit të gabuarit të plotësisë faktike dhe aplikimit të ligjit material, aplikimit të gabuar të ligjit material, ka propozuar gjykatës apelit që të aprovojë ankesën si të bazuar dhe aktgjykimi ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në rivendosje. Po ashtu, ankesë ka parashtruar dhe mbrojtësi të akuzuarit Burim Mazriku, avokati Gen Gjini, kryetari vetëm për shërim, ndoshta unë ankesat të mbrojtësve në qenë se janë prezent nuk po elaboroj më tutje, për shkak se ndoshta është më mirë më dhënë hapësira njëjtëve për me elaboruar ankesat e tyre, dhe po ashtu unë po mendoj që aktgjykimin secili e keni marrë dhe nuk është e nevojshme me lexu veprimet inkriminuese, nëse është e nevojshme edhe lexojmë për veprën penale për cilën janë shpallfajtur. Edhe ndoshta po vazhdoj edhe me pjesën tjetër. Po ashtu ankesë ka parashtruar edhe mbrojtësit të akuzuarit Gen Gjini, mbrojtësit të akuzuarit Burim Mazriku, Gen Gjini, avokati për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitivave të procedurës penale, vërtetim të gabuar gjendjes faktike dhe aplikim të gabuar të ligjit material, dhe për shkak të lartësisë së dënimit, dhe ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të aprovohet, aktgjykimi ankimuar të anulohet dhe çështja të kthehet në rivendosje. Po ashtu, në këtë çështje ka parashtruar ankesë edhe prokuria, ka parashtruar dhe pa një parashtesë prokuria apelit, e cila ka propozuar që ankesa ankesa përfaqësuesit të palës së dëmtuar Behar Zongu, avokatit Nushka Strati, të aprovohet si e bazuar, ashtu që të ndryshohet aktgjykimi i ankimuar në pjesën se aplikat vendimit lidhur me sanksionin penal dhe të akuzuarit Dibran Hoxhaj të shqiptojë dënim me burgim në kozgjatje më të lartë, ndërsa ka propozuar që të refuzohet si të propozuar ankesat e mbrojtësve të akuzuarve Dibran Hoxhaj, avokatët Dibran Hoxhaj, Roland Susuri, Jesmir Badallaj, Arben Vezaj dhe Burim Mazriku të paraqitur kundër aktgjykimit të ankimuar. Pra, parashtesa është me numër 96 për 26 të datës 4/3/2026. Gjithashtu, siç u ka dhënë kryetari në këtë seancë do të shqyrtohet edhe një ankesë kundër argumentimit për kthimin e sendit të sekuestruar ndaj palës së dëmtuar, që në aktgjykimin, në argumentimin e gjykatës themelore në Prishtinë, ndaj të njëjtit është refuzuar kërkesa mbrojtësit për kthimin e veturës që është sekuestruar palës së dëmtuar, ashtu që përfaqësuesi i palës së dëmtuar, avokati
Fitim Alokaj, Rutgen Shehu domethënë, përfaqësuesit Polis Dëmtuar Rutgen Shehu, ka bashkëtuar ankesë për aplikim për shkak të aplikimit të gabuar të dispozitave të procedues penale, si dhe vërtetimit të gabuar jo të diligencës fatike dhe ka propozuar gjykatës apelit që të aprovohet ankesa si e bazuar dhe argumentimi ankimor të dëshuar, ashtu që të lirohet pasuria së vlerësuar, përkatësisht vetura e tipit Mercedes me përvana si në vendim dhe të dëmtuarit të kthehet kjo veturë, ose ka propozuar që të udhëzohet gjykata shkallësore cilat veprime duhet të ndërmarren. Gjithashtu, lidhur me këtë çështje ka pasur parashtesë edhe Prokuria e Apelit të Kosovës, e cila ka propozuar që të refuzohet ankesa e përfaqësuesit të Polis së Dëmtuar sa për këtë çështje derisa të vendoset për çështje meritore. Prandaj kolegji, duke me qenë se ky vendim është lidhur me çështjen kryesore, si kolegj ne kemi vendosur që ankesa e përfaqësuesit të Polis së Dëmtuar të trajtohet së bashku me ankesat kundër aktgjykimit. Kështu që nëse është e nevojshme për ndonjë pyetje shtesë ose në raport me ndonjë paqartësi sa përket kësaj çështje, jam i gatshëm që të paraqes çfarëdo pyetje që ka ashtu në raport me këtë. Faleminderit. Faleminderit gjithë. Atëherë fjalën t'ja kalojmë përfaqësuesit të Polis së Dëmtuar dhe Harsungut, avokatit Endrush Kastrati. Kurna avokat. Faleminderit të nderuara kryetare të kolegjit, të nderuara anëtarë të kolegjit, ashtu siç edhe u referuan nga anëtari i kolegjit gjyqësor i Bayraktarit, ne kemi përshkruar ankesë vetëm sa për vlerësinë së vendimit, nga se kemi vlerësuar se në rrethonat që shkruaj vepra penale, prezencën e publikut, prezencën edhe të dëmtuarve të tjerë, kur dy të tjerë të dëmtuar, e për më tepër edhe prokuroria ku ka dështuar që të mos ketë akuzë tjetër për vepra penale të shkruara. Pretën kemi vlerësuar se në rrethonat veçanërisht venduese, gjykata shkallës së parë nuk i ka pas parasysh këto rrethona dhe ka ardhur në dënim siç u lagërua dhe u shfaq prej 24 vite burg, duke respektuar maksimumin parimor të dënimeve sipas kodit penal. Megjithatë, sipas kodit penal po ashtu parashihen edhe rrethona veçanërisht venduese që mund të shqiptohet dënim më i lartë deri në 35 vite, ashtu që gjykata shkallës parë në këtë drejtim si duket nuk ka pas vëmendje të shtuar nga provat e rrethonat që janë drejtuar në gjykatën e shkallës parë, prandaj mbesimi pranë ankesës që dënimi i shqiptuar për 24 vitesh të ndryshohet dhe të jepë një dënim më i lartë, të cilin do ta vlerëson ky kolegj i respektuar i gjykatës së apelit. Sa i përket ankesave të palëve të akuzuara, që janë paraqitur për të gjitha bazat ligjore, shkeljeve esenciale të përzuarës penale, shkeljes ligjit penal, veprim gabuar fatike dhe vendimi i dënimit, konsideroj se të njëjtat nuk kanë ndonjë bazë, nuk kanë ndonjë relevancë, nuk kanë dhe argumente të tekstuar se cila dispozita ligjore shkel apo cila dispozita ligjore e kodit penal është shkelur, përkatësisht edhe të lartësisë mbi dënimin dhe gjendjes faktike, të njëjtat të refuzohet si të bazuar nga se nuk ka dhënë asnjë argument të theksuar të veçantë i cili kishte me ndryshu gjendjen nga aktgjykimi i gjykatës shkallës parë. Ju falenderoj. Vazhdojmë vocën e të akuzuarit Ibran Hoxha, avokati Florent, ju bëjmë paraqitje. Faleminderit. Fillojmë çka për procedurë vajtë. Nëse fon? Këtë mikrofonin apo. Po, faleminderit. Për procedurë vajtë, nëse fon. Me shënuar çka sot dëgjum nga gjykatësi referues se të dëmtuarit të dëgjuar në cilësinë të shmitarëve me mundësinë e kryesisë veçantë Rutgen Atkova Shehu dhe Arben Basha pas kanë kontaktuar nga ana e gjykatës për këtë seancë. Nga ana e gjykatës së apelit për seancën e sotme. Njëri për të mbrojtësit, tjetri në telefon. Me këtë arsye them se këta janë të pa arritshëm për
gjykatën, në proces verbalin e datës 5/9/2025, gjykata themelore ka refuzuar propozimin për rikonstruimin e vendit ngjarjes, si arsye dytë e patmarrën edhe se pa të dëmtuarit është e pamundur të bëhet rekonstruksioni, që kemi cekë edhe në ankesë, me arsyetime se kanë pamundur me gjetë. Do thotë, ne e kemi cektur se çfarë kanë qenë përpjekjet që ju i keni kërkuar ata, por tash po shihet që nuk ka pas asnjë përpjekje sepse jo shumë gati pas njërin telefonin me avokat dhe i pas një gjë dytë. Vetëm për salin. Sa përket të dëmtuarit Shiru, ne kemi kontaktuar përmes përfaqësuesit të autorizuar të palës dëmtuar, dhe më avokatit Fitim Alukaj, për cilën ka përshtuar ankesë, edhe përmes mbuluesit të tij kemi njoftuar personin, kështu që standardi i thirrjeve në gjykatën e shkollës parë dallon të gjykatës së apelit, që palët vetëm mund të njoftohen personin dhe nuk është edhe përmes përfaqësuesit ish përfaqësuesit të palës së dëmtuar, kemi bërë përpjekje për me kontaktuar përmes avokatit, edhe me avokatin Emrush Kastrati, gjithashtu e kemi njoftuar përfaqësuesin e të dëmtuarit për këtë seancë, por nuk kemi pasur mundësi për me dërguar thirrje për shkak se lënda ka qenë me paraburgim dhe Nuk që kemi një mosmorani. Sa përket Bear sonë kemi marrë konfirmimin si ka qenë. Në obligim që të njësojnë palën dëmtuar me njoftu dhe jam mund këto prezent në me palën dëmtuar. Po, rregull. Më duket që Po, e ke paraqitur si çështja ankimore edhe çështja e rikonstruimit, kështu që ndoshta më mirë në filloj ankesës. Aty po veç ju e përmendët këtë fakt, na nuk e kemi ditë që keni arritur me Na thash vetëm standardi i njoftimit për seancë. Çfarë dhe na po thonë na standardi i njoftimit se gjykata ka thonë që është e pamundur më njoftu se s'u bëjë. Që do konë nuk çështë. Si më ka thënë kushtet tjetër. Gjithashtu për procesin verbal, një çështje që pasi e këmbëzuar ankesën, domethënë i kishte ngritur kolegu gjatë shqyrtimit gjyqësor në seancën e datës 15 prill 2025 në faqe 6 të procesit verbalit, është refuzuar propozimi i kolegut për të na dhënë komplet përgjimet e të akuzuarve në çanat e paraburgimit. Ne deri atë ditë kemi menduar se kemi gjitha materialet. Gjitha shkencët e rëndë. Rastësisht kur ka ardhur çështja me atë ditë, anë seancë, me u elaboru provat e prokurorisë. Prokuroria e shtetit speciale, Merita Vina Rua, thotë që mu elaboru përgjimet e përmend me gojë, jo në procedurë, thotë përgjimet me avokat që i kanë pas, që sa kanë qenë çadën e paraburgimeve, i kemi hek nuk janë shkesa të rëndës. Edhe aty ngritet dilema o këtë mos i keni hek kush ka përgjuar neve, me çfarë drejtë na kanë përgjuar, edhe do të pasë përgjim. Sepse sa e dini ju, ose që edhe dini gjithë këtu, avokatët kur takuan me palën në çanën e paraburgimit, e kanë nuk shkojnë aty ku shkojnë vizitorë, gjithë për kanë zakonisht dozyre të tjera, shumicën e anë. Edhe nëse dikush na ka përgjuar neve, çka kemi bërë me palën tona, edhe se ka shtia të këtu, ajo është shkele jo vetëm esenciale, por shkele dhe drejtave të mirë, edhe privatësisë së avokatit me palën e tij. Këtë mund ta gjeni në procedurën e verbalin datës 15/4/2025, kur gjykata ja refuzon kërkesën të kolegut, do thotë se përgjimet janë bërë me urdhër të gjykatës. Ndërsa ne kërkojmë, do të kemi kolegës gjitha përgjimet ku ne kemi folur me klientat e tonë me na urdhër. Sepse dihet se ç'është bërë përgjimi e avokatit, veç kur dyshohet që avokati është infiltruar me penale, atë mund të më lëshu për më dëgjuar. Një tjetër se ç'është përgatitur mbrojtja. Që kemi folna me falë të tona, nuk lejohet në asnjë mënyrë. Edhe këtë është ta mungisë si shqetësim, sepse nuk e kom cekë në ankesë. Në të sa i përket ankesës. Ne kemi bërë ankesë në gjitha bazat ankimore, sepse kemi konsiderojmë edhe sot, se aktgjykimi është i përfshirë shkelje esenciale në dispozita të procedurës penale, cila do të theksojnë shkurtimisht një nga një. Shkelja e parë sipas mbrojtjes është se ky aktgjykim është tërësisht kundërshtim me vetvete dhe marrësyetimin. Dispozitivi është krejtësisht paraqet një ngjarje apo një fakt tjetër, ndërsa arsyetimi paraqet një fakt tjetër. Ja veç një nga çështjet. Sa i përket arsyetimit dhe dispozitivit. Në aktgjykim, në dispozitiv thuhet se Dibran Hoxha me të arritur
me automatin gjip, qështar, gjyre barë, të arë ka këto, proni dëshmitarit, vllaut të tij. Hyn në lokal, merr pistoletin gjysmë automatike, që s'ka zvorojka, kalibër 9 mm, del përsëri, afro te vetura Mercedes, e cila ka qenë duke u nisur nga motivet të ulta, demonstrim i forcës së pa skrupull dhe kërcënim. Për të gjithë ata që e kundërshtojnë në çfarëdo mënyre, e ka hapur derën e pozicit të dëmtuarit Dylgen dhe Çellanata dhe vazhdon. Ndërsa në faqen 69 të aktgjykimit, në arsyetim thuhet se Dibran Hoxha nuk ka pas qëllim hakmarrje. Por, për shkak të nervozës së shkaktuar, kur ka hyrë në lokal dhe është lokali i ndëmuluar, e merr revolin dhe del jashtë dhe siç po shkruaj zoti se pari e shëllon thot me revolin mbi sy, pastaj në kofsh, pastaj nga mbrapa ashtu në shtënë. Do arsyetimi dhe dispozitivi me një qysh në start janë kundërshtim njëra me tjetrën. Tash, nëse ky pas ka reaguar në kuadër të, si që të gjykata, nervozizmi, të shkaktuar, jo me fajnë e tij, por me fajnë të tërkuqe, pas ka filluar në përgjithësi në një situatë të papërgjithësisë penale, apo përgjithësisë esencialisht voglume, që na prap gjykata s'ka mujt me dhunat mendim, por do është një ekspert, për çka nuk kemi ekspertizë, atë pikajtë në zonë dispozitiv të gjykimit, për me demonstru forcën edhe me tregu këtë kush e kundërshton ato që ky qysh reagon. Kemi dy situata të paraqitura të ndryshme që njëra me tjetrën shkojnë, ose shkojnë e para, ose e dyta, ose asnjëra. Ne po themi që asnjëra, po gjykata do të vërtetojë njërin. Gjithashtu. Nëse shikoni procedurën verbale të datës 4/6, 2025, 5/9/2025 kemi pa që na, mbrojtja e Dibran Hoxhës, i ka pas veç dy propozime. 84 prova janë administruar prokurorisë. Pak ato, janë thirrë edhe polic, hetus, me na tregu neve se qysh fernet, se s'unë pa kjeri me cilin ka shku Dibrani, për qysh fernet, e një kjeri që ka dalën për diskotekës stop në ora 3 natës, është me fernet e njëjtat një veturës që pa në Prizren në ora 4. Sepse ato s'unë e ka bu prokuroria, dhe keq ato incizime që ka marrë kamerat, ata i kanë elaboru. Në që ato ja kanë aprovu prokurorisë, ndërsa neve dy propozime që kena pas në kanë refuzu. Kur është barazia po ave për këtu procedurë. Një e kemi pas dëshmitarin fitan, për cilin se kanë ditë që kena të heq, po të një me email kur kena ardhur në seancë, o por na falni se pas mi po e pas mi po. Jashtë 30 sekunda refuzohet propozimi, kuptohet. Që na kishte vërtetuar ky fidani neve, na atë kemi thonë edhe sot po thojmë. Është kontestuese ora sa ora ka dalë. Dibrani prej diskotekës që po pretendojnë Gjilan. Stop, për sa ka mujt me mërim të zëra. Ku ndojmë këtë fidani? A kam bisedu në esan rrugës, këtë të në mivi në jeminal, po mi e këtë minal të shpia të nga këna pol, të pompa dhe zgjindit, dhe sa ka dalë, ka hypë sa minuta i kam bodhe aty, a kanë shku dikun tjetër prej diskotekës, apo drejt aty, dhe më thëmë, këtë këto që është tjetë në këtë sharu, këna është refuzu. Gjithashtu, për posti refuzimi, me datën 5/9/2025, patëm kërku që të bëti konstruklimi i vendin gjarës. Pse më bëti konstruklimi i vendin gjarës? Edhe patëm thonë që shumë qështë jenë të pasakta. Avokati efektive pas ka bërë një kërkesë për ktimin e veturës, edhe shumë mirë që nuk është veturë hala, dhe kishmi kërku që të shire e veturë, për asë një në një vendim, sepse ne kemi konstatu, kemi pretendu gjithmonë se plumat në veturë, kushdo që i ka gjujtë, ka të plumat, jënë në gepekun e veturës. Që është dhe mundë veturës, mësë më thuja asë një gjamë me gjujtë pilakësisë dikush. Në veturë. Nëse pas ka dorë vrasin. Po jënë ka të pluma kështu, një vertikale në veturë, në gepek. Edhe për atë arsye kemi lyp me dalë me ngjarje se me pa kusht po pretendojnë ata që jam godit. Sepse kanë thonë që vozici Rydljeni thotë që shehu këtu më vjen një shehu thotë kur e hapi Dibrani derën e veturës, ngoditi me qyt të revolës të mbi sy dhe ngoditi me një plumë kofsh kombës. Dhe unë nisa veturën dhe aty gjujti dikush 4 pluma në veturë. Me pamin asaj veturës, në vend ngjarjes, që ju pas një mujt mi gjeti, që ka shkollës parë, s'pas ka mujt me i gjeti, se ka thonë janë pare që për neve, atëhere, pa e pas një përpjekje, që e kemi cekë aty,
atëherë kishmi ujtë me vërtetu edhe dashin për vrasje. Nëse dikush ta ka hap një veturën, derën e veturës, ta ka mshu me çyt revolës në këtu, ta ka dhënë një pion kom. E ka gjyt 4 herë ke pek, se ku dashja për vrasje, kur ta ka qenë, kish vrasje aty bre. Kish gjyt e gërmosin në xham, jo nge pek 4 herë. Apo mos I ka gjyt dikush më lart kur I vonë. Jo në borë që shtojnë ata, kur në ka gjynë. Pse, sepse policia thot ne kemi gjetë plumat shumë lartë. E kjo lidhet me ekspertizën me kolegjore që është bënë shetin e Shqipënisë, e që gjykata thot me revolin me kalibrin 9.19 konstaton që është bo vrasja, plumi është në cerë për trupit viktimës, ndërsa nëse e shqip një akt ekspertimin, e bërë nga shteti Shqipënisë, balistik, keni më vërtetu se ajë plum, I nëzjerë nga I ndjeri, është shkesat e landës, është e administru si provë, I datës 12 pare 2023, me kërkesë Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës, akti 175 për ekspertim balistik prej dhe për ngjarjet e 3 janar 2023, ekspertimi konstaton. Prella objekt ekspertimi e sekuestruar gjatë këqyrjes automjetit me targa FA-19 PFX në lidhje me ngjarjen vrasje me armë zjarmi të shtetasit Visar Cengu, ngjarja ndodhur pranë lokalit Kobra në Prizren, me datë 3 janar 2023, është prella dëmtuar, e cila I përket fishekëve standard luftarak kalibrit 9.21. Me qenë se ke përfshina në ankesë kjo vudash me elaborimin e gjendjes fakt kjo lufta vetëm I përmbledh dhe pretendime ankimore. Edhe kjo çështje e bën të paqartë komplet. E bën konfuz arsyetimin, sepse në dispozitiv thotë se ka dhe nga kalibri 9.19 mm. Bazë ekspertizës që bën Kosovë. Ose ekspertimi I Shqipërisë thotë 9.21, se ka falin besimin. Tjetër. Dashja për përvim nga jeta. E ceka më herë. Kemi një situatë ku dikush ballafaqohet me dikon në lartësi për 20 cm, e godet me plum komfort, në kofsh, edhe ma qanë ballin. Edhe prapavetues zhjumë 4 herë në GP. Kush dashja për vrasje? Në edhe fjallë përndimtare kemi lavoru këto, si kur ka që marrë gjykata është ka dhe sparta. Kërvisht ta kishë analizu, që nuk analizën kërkun. Ose me në refuzu me thonë, këmë mbrojtje e paraqitur nga në avokatëve është tërsisht e pabazuar. Po s'njët ma të këmë fare. Këshmi pas një gjendje tjetër faktike. Gjendje faktike e cila është keq interpretu, keq administru, keq konstatu nga në gjykatë shkollës sparta. Sepse nëse shikohen edhe të shmitareve që edhe këtu shqytim gjyqësorë, që të dyja që kanë qenë prezenta të thojnë që personat nga Shqipëria I ka arrohur këtë tash. Dhe ne Libranin I kemi pa vetëm pas momentin kur kemi dalë nga zyrja, atëherë ka ardhur Libranin. Kemi punë në vajza që mshelën zyrën, s'kan mbulluar me dalë për shkak të dhunës që kanë ushtruar personat. E se ku shënkon këta personat që kanë ushtruar dhunën, e ka kallëzuar mas mirë baba I ndjerit, shëtim gjyqësor. Për me deklaratën pyetjet e mia dhe shemi kush janë. Kur e pyesën e thonë ti këta që kenë me djalin tënd, a tregun kush ta ka vrarë djalin ty? Jo thotë si kum pyet kurrë. Edhe kjo tregon se çfarë gjendje faktike kemi. Gjendje që ata thonë, që gjykata s'ia fal besimin, ata thonë që del Libranin e shohmi kur vjen me veturë në parking del me revolje. Ndodh. Edhe nisën drejt e kanal. Ka ditë Librani kush janë ata këta. Gjykata thotë jo s'ka falë ty besimin aty, po ky ka hinë herë brenda ka marrë revolën. Mirë, pas ka marrë revolën, pikun e ka marrë atë kusht. Gjykata pikun e morë revolën. Ose ku e pa që e morë revolën. Kush ja dha në revolën? Edhe kjo bën. U bot që shkon fund. Pak në pretendime ankimore sepse kemi. Edhe ky pretendim. Se janë kretë konstatuar. Po është pasi kemi seancë publike pa edhe për çështje të publikut që më merret me çdo parlamentesë sot vetëm ka që po për shkak se jemi seancë fort. Edhe sa I përket shkeljes ligjit penal, edhe aty kemi cek, domethënë gjitha, domethënë vetë këto pretendime tona, nëse është konstatuar që është më herët se Libran Hoxha pas ka shtën, por vërtetuar që Libran Hoxha pas ka shtën me tjerë, një mundësi, një personi, I cili e ka pasur 20 cm e aqon herë ballin, ne jam shumë plumb në kohë, atëherë cila pas ka qenë dashja aty nga kultura komunale vrasë nga pek tjerë kur ka mundë të vëra. Po s'ka godit pjesën vitale, por ka godit në kohë. E mos e harroni që të koshën e kohës që të përmendin disa herë dhe ballin. Sepse kur I pyesmi ata në hetësi të veçanta ata janë. Ai njëri të skompi kur aki, tjetër të më ka një litër, ku janë të më shumë para me ky shoferi.
Keti kur fillojnë ngjarja thotë unë po mbrëm në kombajë, nuk po për çka tjetër do ky kon mbrëm unë në kombajë. E vazhdojnë tutje, kur pyetjet e mia e çu shkaloi ku fini po thuaj pa kam shumë me plum kohë mu, në kofsh, në ka ku të gjokin ata ka çau bollin, ku fish çu shënoj mrove, po ti avash pasoshat. Kush ja dha thotë unë ja se ka na ishin sepse ku keni në anglisë. Gjoki shoku me gjokin boll, e fshita me xhemper. Koma që të rëndë të gjak një orë pi pjesëri dhe në kuks, qashtu i konkurada nuk edhe nuk rrinë spidal. Këto viktima kur dhe që rrugës, pa e lajmërut ku fiqe e keni njëri të akter, jo nuk e lajmëru as ato. E tash kur këtë kjo lidhet me ato që nuk po të velë që kjo rapi kalibrit 9.21 e jo 9.9 në rrën, me të vërtet, baba e tyme nuk ka vërtet ata persona se kush ma vojt i djallin, po shumë e vërtet, asë nuk ka guzu me kush të plagosi ty, edhe ata kanë bërë që kanë ndosht, qysh kanë ndosht. Edhe vendimi mbi dënimin të një vjen si pasojë të rrethonave, ku gjykata konstaton se nuk ka pas, do të thonë, gjendjen psiqike të thënë ky ka ardhur, nuk ka ardhur me çepin e tina, po i prum, kur ka pa lokalin këtë tym, dërmum ta këtë rreth, vajzat mbyllën valltorët në WC edhe në zyre vjen çat gjendje emotive që dhe reagon. Propozimi është i mbrojt janë dy propozime alternative ose prishta gjykimit kthehet në gjykim. Dilet me ngjarjes dëboni ekspetime të tjera në shpitar konstatohet cila armë është arma që është vrojë deri, cila është lidhja e këtë ty me punë me Dibran Hoxhën, kurdo që ka kryer vepër penale ata pas shëtim vrasjen apo është shkak me shkatrimi i rrezikut përgjithshëm e pasojë vdekjes, apo thonë nuk ka shtëmje drejt për drejt viktimën 20 cm, ka ngepek, plumi thot rikoshet shinat, rikoshet e godet viktimën mbrapa, atë që ka qenë mbrapa. 3 persona tjera asnjëri nuk e godasin, kërkush. Një e dyta të lirohet nga akuza, sepse me provat administrume, nuk është vërtetuar që njëri ka kryer penale, për çka akuzohet. Faleminderit avokat. I pandeuri Dibran Hoxha, a e përkrah fjalën e mbrojtësit tonë? Po, mbrojtja kam Të shësham mikrofonin. Kam dhe diçka një kërkesë. Nëse ka mundësi edhe me makrut të shmitar polici që kur kanë kalu ata që i ka marrë, që i ka pa pasaportat edhe kur kanë kalu ata policin e dogonës Shqipërisë, me masjetë se dëshmitar nëse ka mundësi. Arrem pran ankesës së mbrojtësit tonë? Po. E përkrah, po. Faleminderit. Mbrojtësi të pandeurit Roland Susuri, avokati Ruhan Saliu, avokat apo del afër së dikon? Përshëndetje për ju kolegjin nderuar. Unë betëm në tërësi pranë ankesës që kam bërë për të akuzuarin Roland Susuri, duke menduar se gjykata e shkollës së parë ka bërë shkelje esenciale kur ka prunë një vendim të tillë, për arsye se nuk është bazuar në prova të mjaftueshme sa i përket akuzuarit Roland Susuri, sepse mas një provë të vetme nuk është vërtetuar se i njëjti e ka kryer veprën penale manipulim me prova si dhe veprën penale mbajtje në pronësi të armëve, kurse për arsye se aktgjykimi i shkollës së parë është bazuar më tepër në deklarata të disa dëshmitarëve dhe të akuzuarve që është në kundërshtim edhe me dispozitat ligjore, e që këtë deklaratat të disa prej punëtorëve që kanë punuar atë janë në kundërshtim me vetë vete për arsye se ndryshe kanë dhënë deklaratat në polici kur ngjarja ka qenë e freskët dhe e kanë ditë se si kanë duhet dhe ndryshe me vonë që nuk përjashtojnë mundësinë që të njëjtit kanë qenë edhe të ndikuara. Duke u bazuar të gjitha këtu, mendoj se gjykata e shkollës së parë, sa i përket të akuzuarit, Roland i ka shqiptuar një dënim të rëndë dhe kërkojmë nga gjykata e apelit që të njëjtin ta lirojnë nga dy veprat e para, manipulim me prova dhe mbajtjen në pronësi të paautorizuar të armëve, kurse eventualisht ta shpallin fajtor për veprën penale pjesëmarrje në rraje për të cilën edhe vetë ai ka deklaruar se është e vërtetë se notën kritike ka ndodhur një rraje
ku edhe kjo ka marrë pjesë. Për këtë arsye kërkoj nga gjykata e gjithsesi kolegji i apelit që pasi të analizoj dhe të shqyrtoj edhe një herë mirë këtë ankesa, të akuzuarin Roland Susuri ta liroj nga 2 veprat e para, gjithë eventualisht mund të shqiptojnë një dënim për veprën penale pjesëmarrje në rroje ose lëndën ta kthejnë në rregjikim në shkallë të parë. Faleminderit avokat. Ftohet mbrojtësi panderit Jesmir Badallaj, avokati Jetan Rekatati. Faleminderit. Ngerim në tërësi pranë pretendimeve që i kemi parashitur në ankesë. Në atë arsyetim se gjykimi i shpallur nga gjykata e shpallës së parë është i pabazuar në prova ligjore dhe ka mangësi. Vendimi është mbështetur vetëm në deklarata të dëmtuarve, të cilët janë kontradiktore me vetë. Si të tilla, konsideroj se nuk kanë vlerë juridiko-ligjore, me anë të cilave mbrojtërin time kanë shpallur fajtor. Prandaj në kërkesë të prova materiale nuk mund të qëndroj konstatimi i gjykatës se i njëjti Jesmir Badallaj ka kryer veprat penale për të cilën është shpallur fajtor. Andaj propozojmë që Kolegji Penal i gjykatës së apelit në Prishtinë të Departamentit Special, atë gjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, Departamenti Special me numër të lëndës PSNR 23-24 ta ndryshoj, të merr atë gjykim lirus ndaj Jesmir Badallaj, ose çështja të kthehet në rregjikim dhe rivendosje ku do të vërtetohet pafajësia e të akuzuarit Jesmir Badallaj. Ju faleminderit. Panderi Jesmir Badallaj. A përkrah fjalën vërtetëta? Po, të ishte vetëm pak që ka më shtu. Tu po shofën e tu që edhe unë që jemi dëmtu nuk shtu në asë unë. Unë jemi vetë dëmtu, për atyri. Ti në këtë rast të janë vetëm pak, unë jemi punëtore. Që është i punëtore akuzohet. Ju me pas gjallë ju, akuzohet ju gjallin që a i akuzohet. Dëgjoj, na jena këtu në gjykata e apelit, nuk jena adosh në gjykata themelore atë çështje. A e përkrah? Me përkrah, ama po du me thosh, unë jemi dëmtu që Faleminderit Ulu. nuk është që nuk që jemi dëmtu vetë. Vazhdojmë me mbrojtësin e të akuzuarit Arben Vezaj, avokatin Blengjini. Faleminderit. Qëndrojmë nga pretendimet tona të paraqitura në ankesë, duke theksuar se atë gjykimi i gjykatës themelore në Prishtinë ka gabime konsiderueshme procedurale, ndër që e konsideroj si gabim procedural është ka të bëjë se Arben Vezaj në natë kritike ka qenë i vetmi që 3 herë ka kontaktuar me polici dhe asnjë herë nuk u ka përmend në shkresat e landës dhe në procedurën që regjistra telefonike të tij të regjistrohen se ky ka kontaktuar me policin. Po ashtu si element kryesor që ky gjykim i shkallës parë të Prishtinës nuk qëndron është edhe konfiskimi i sendit. Vepra penale me të cilën i mbrojtëri e ka kryer është shkopi, bejsbolli. Me atë shkop janë shkaktuar disa lëndime trupore. Në gjykatën e shkallës parë, në deklaratat e dëmtuarve nuk përmendet shkopi dhe lëndimet që ka marrë Arben Vezaj. Po ashtu si shkelje tjetër e konsideroj edhe përgjimet e avokatëve në qendrën e paraburgimit, sepse një përgjim i avokatëve në qendrën e paraburgimit është skandalos se duhet me ditë se me urdhër kujt jemi përgjuar. Dhe kjo është një rrezik ndaj avokatëve këto përgjime, pse nuk na kanë dhënë si transkript avokatëve për neve. Andaj propozoj gjykatës së apelit që mbrojtërin tim Arben Vezaj ta liron në mungesë prova. Faleminderit. Panderi Arben Vezaj, a përkrah fjalën në mbrojtësi? Faleminderit. Vetëm si pranë ankesës së mbrojtësit. Mbrojtësi të panderit Borim Mazreku, avokati Gangjini. Po pasi që unë si avokat kam ngritur çështjen e përgjimeve të avokatëve në qendrat e paraburgimit, unë kam bërë thirrje në atë ditë në proces që të monitoroj këtë çështje e avokatit popullit dhe këto përgjimet na qesin në pas se në çfarë destinimi avokat janë dëgjuar dhe pse jemi dëgjuar dhe çka lidhet me çështjen penale
Dhe proceduria dhe sot avokati po nuk ka ndërmarrë masa, apo këto prova nuk janë shpallur si provat pa pranueshme të ndohen në aplikot veçante. Shkelja tjetër për mua është edhe se atë ditën kritike në përmbajtjen personat e dëmtuar këtu mysafir nga Shqipëria, nuk është bërë testi i substancave narkotike, testi i drogës, sepse është dashur të konstatohet edhe kjo, sepse bëhet fjalë edhe për konsumim të drogës të kokainës. Dhe për çudi, policia ka neglizhuar këtë rast për ta kuptuar se në çfarë doze, në çfarë përmasa kanë pirë drogën dhe çfarë lloj droge ka qenë ajo. E dyta, pretendim tjetër ka pasur edhe lëndime trupore nga stafi, dhe ato lëndime janë injoruar nga hetus dhe nga prokuroria dhe duhet ditur se në këtë mënyrë ka rrjedhur dhe motivi i kryes veprës penale, andaj propozoj kolegjit të gjykatës apelit që kjo çështje të kthehet në rigjykim dhe në rivendosje. Faleminderit. Me qenë se gjitha pale prezente u prezentuan për pretendimet ankimore, nëse s'keni a keni dikush tjetër diçka? Atëherë shkallët e mbyllur këtë seancë gjyqësore, do t'ju ftoni me vendimin e gjykatës së apelit përmes gjykatës së vendore brenda afatit të rregullt ligjor. Unë jam avokat Gengjini, në këtë rast e mbroj palën Burim Mazreku, është involvuar për çështjen e veprës penale të manipulimit të provave në çështjen penale të Dibran Hoxhës, të njohur me kobrën Kobra. Akuzimi i veprës penale është vepër penale vrasje rënd, por ne sot i kemi ngritur shqetësimet në kolegj të apelit sepse është hera parë në drejtsinë kosovar që po përgjohen avokat, pra dhe ne sot jemi pjesë e përgjimeve ku avokatit i cënohet puna e tij në qendra të paraburgimit, pasi që ne gjatë vizitave që kemi bërë klientëve tonë që ta tregojmë punën tonë si avokat, nga ana e prokurorisë jemi përgjuar dhe ato prova nuk na kanë dhënë neve dhe prokuroria i ka bishtruar dhe ka manipuluar me prova dhe unë i kam bërë thirrje dhe avokatit popullit që të hetohet kjo punë sepse me çfarë baze janë përgjuar avokat dhe ku ka dashur të del prokuroria me përgjimin e avokatëve. Dhe kjo është refuzuar. Dhe tani presim që kjo çështje të trajtohet në instancë të gjykatës së apelit dhe çështja të kthehet në rivendosje, sepse duhet ditur se në ditën kritike personat nga Shqipëria dhe ata kanë nxitur problemin dhe ata kanë qenë në ndikim të substancave narkotike, të drogës së kokainës dhe pse nuk është mbarë testi tyne dhe lëndimet janë marrë edhe nga stafi i Kobra City dhe ato lëndimet të stafit nga Kobra City të cilët janë rrahur nga personat nga Shqipëria nuk janë trajtuar nga ana e prokurorisë dhe nuk është trajtuar mirë motivi dhe kërkojmë që kolegji i apelit çështën e Dibran Hoxhës në dënim për 24 vjet ta ndryshojë, të njëjtën ta lirojë ose që çështja të kthehet në rivendosje në rigjykim. Ne jemi përgjuar nga ana e prokurorisë speciale, duke ditur që në këtë çështje janë kjo çështje është përcjellur nga disa prokurorë, sepse prokurori që ka pasur në fillim që çështje ka dalë në pension dhe më pas e ka marrë prokurora Emerita Bina Rugova dhe këtë çështje e kam ngritur nga unë si avokat në ballfaqim. Të procedurat të prova ja kam bërë me dije prokuror se a ke pasur drejt na përgjosh dhe pse nuk na ke dhënë provat se dehat, që të shohim pse jemi përgjuar. Prokurora disi e ka injoruar këtë çështje dhe këtë çështje ka trajtuar si disi normale, por jam çuditur me gjyqtarët e shkallës parë të cilët edhe ata e kanë përbuzur këtë propozim. Tani presim që gjykata e apelit pse jemi përgjuar në avokat ku ka dashur të del prokuroria të shikojmë në çdo pjesë dhe të vërtetojmë gjërat. Jam vetë na jemi të nduar. Ne nuk e di këtu se çysh është marrë ky vendim kështu. Edhe një punëtor nuk shyhet më akuzu kur s'ka shëtime për shka. Këta vetë mbi pasport djemtë e vetë aty, a këshim mujtë me akuzu si punëtor aty. Na punëtorimi, na sen zdimne. Që aty shkojmë, që aty dalim, që aty shkojmë, që aty dalim. Na s'kemi sen, na s'kemi shkatë me këtë punë. Problemet ndodhin. Edhe problemet nuk kemi na faj ka misafiri. Qa kemi na punëtorët? Problemi është njës për tyne. Ta që prej neve. Na s'kemi shka bëjmë. Apo këto që e kanë bon, këta kanë bon gabim shumë. Këto se pranoj kur. Kjo është gabim madh që ne kanë bon një vëtë më dhjo, akuzë për këto, akuzë për ato, akuzë për ato. Kur s'është të drejt kjo. Edhe kjo e ka thirrë policia tregov. Na vetë jemi të lëndum na. Çu fol pak, çu. Na si montuar jemi të lëndum. Çu fol afro pak mos vjen morë. Se edhe kjo e ka thirrë i vetmi policin. Kjo e ka njoftu. Në ky tjetër. Çka keni punuar ju atë? Ky ka punuar. Jam Arben Vezaj. Banaker, të dy mi kom banaker na. Unë jam banaker edhe menaxher. Edhe menaxher, po. Unë kam shkuar procedurë ligjore. Kom thirr 3 herë policin, kom kontaktu me ta. Kom fol, qa o bon, që po vim, që s'po vim. Ku ka ndodhë vrasja në Shqipëri, ka nërë policia. Plus që më koni lënduon, më ka në banak në shishe, në kuk. Kanë qitë fotografi policia, këta prokuroria si ka qitë rastin këtu në gjykatë speciale. Edhe unë më akuzue për shtak bezbollit. Më ka arë, më shisha,
në kokë, unë e kom kap shtagën, jam kom banak mrena. Edhe kërkuj si kom shumë me shtagën.